Jemi rikthyer për një tjetër recet këtu në Rezen ton, në kuzhinën ton. Kemi një recet të thjesht, ka pak produkte faktikisht. Produkti kryesorit i kësaj recete është patate. Patate e zier, ja kemi hequr lëkurën me shumë kujdes që të mos marrim pjesë nga tuli i patates. Produktet e tjera do t'i rendisim në tabelën tonë sa të bëhemi gati për ta përgatitur se për çfarë bëhet fjalë. Tregojmë së bashku. Kjo recet quhet një recet greke është faktikisht skordalja. Salcë greke me patate dhe hudhër, që mund të përdoret duke e shoqëruar me gatime të tjera në tryezën tonë. Ju duhen 4 patate të ziera, 4-5 thelpinj hudhër, gjysmë gote vaj ulliri, një lugë gjelle uthull të bardh ose lëng limoni dhe krip sipas shijes tuaj për ta rregulluar shijen e patateve edhe të kësaj salce. 3, kam 2 thelpi. Do t'i grim patatet? Asgjë fare nuk shkoj edhe lodhem, ja. Grirsin patatet që i shtyp. I kam zier në ujë me krip. Pataten e kam vendosur në ujë të ftohtë direkt, jo që të më vloj ashtu sikur se veproj edhe për orizin. Po të duam ne e kalojmë në blender, ose në të kundërt. Pse kalon në blender? Vetia e skordaljas është që duhet të kaloj disa herë, po të themi, në mullirin e patates, sepse gjuhën shqipe ashtu mund ta quajmë mullir, tek ajo që është pjesë metalike, që është si puna e shoshës poshtë, por ka një bisht që krijon si puna e bishtit të mullirit. Po, gjë që mullirin e kam haruar. Pra pe harrove mullirin sot. Kemi kafe të pa bluar në kuzhinë dhe kemi një afshi lutemi të sjell mullirin. Do të ishte kjo recet me patate që të kujtoheshin, s'ka problem. Jo, pse du ta sillim ndonjë ditë edhe patjetër. Në sy të shikuesve, për të treguar këto mjetet e dikurshme. Unë po thua se kam të gjitha pothuajse. Dhe pse jo, e bluajmë në çast kafen me mullirin tonë. Shtoj pataten. Vetëm për kafe përdoresh ai mulli apo edhe për piperin për shembull? Jo, për piperin është tjetër. Është tjetër. Shtoj masën e uthullës. Shtoj masën e kripës, ne themi ose limon ose uthull. Po ja që unë po i shtoj të dyja, duke marrë të dyja kanë aciditete, duke marrë nga përqindjet e të dyja. Shtoj limonin. Është shumë lëkurë trash dhe nuk ka lëng. Pra nuk kishte shumë lëng, se zakonisht kur ti bën këtë shtrydhjen me forcë. Po. Prandaj kam edhe ndihmën e uthullës. Po. Kam edhe masën e vajit. Vaj kërkon shumë, patjetër që kërkon shumë. Uthulla dhe vaj janë 2 produktet që krijojnë atë masën e zbutur. Prap do më duhet vaj, sikurse kam dhe thelpit e hudrave. Mos mendoni se po t'isha çokoladë, nuk thosha që do përdorej. Ja, krijohet kjo masa e tillë. Sërish shtoj. Masa do të jetë si një pure po e plotë. Patate, po. Mas vaj. Mas kripe. Në pas dëshirës mund të shtojmë rigon, mund të shtojmë pakës fare trumës, po e mirat të mirave që t'jenë të freskëta, jo të thata. Unë do t'i shtoj të thatë, sepse do kem në fund fare një spërkatje me majdanoz. Me çfarë shkon? Shkon shumë shpirë me peshkun. Pra është shoqëruesi më i mirë i peshkut, skordalja.
derisa t'i shkoj vaj në pjesën e poshtme. Që ta lehtësoj grirjen, që të mos ngelen copat, pra duhet jetë një, le të themi, një salcë pa kokra, po ja do t'i paksojmë se ne i shtuam shumë, kam përshtypjen. Sekond, se s'është, do të shkoj masa e vajt. Po. Kjo është, nuk është një gatim, se do ishte salcë. Pak se është patatja. Do ishte një salcë. Pra vaj duhet të marë goxha, derisa kjo masë jetë e durur. Unë e kam sjell që të jetë, nëse unë ta kaloj me shpejtësi më të mëdha të thikës, në një pajisje tjetër elektrike, do të bëhet një masë ngjitse. Dhe mua nuk më duhet të jetë masa ngjitse, më duhet të jetë masë e tillë, pure, por pure pak më e trash. Një sekond, sërisht, e lëviz me lukë që vaj mua të më depërtoj. Mos t'jetë. Ja. Bëjmë gati tani hudhrat dhe majdanozin për të shoqëruar recetën. Se janë pjesët... Ose ja ku e ka më mirë këtë talierën që nuk lëviz. Mund tjetë edhe një recet shumë vete, si një salcë patate dihet që është buke gjellë, themine në kulturën tonë, se ka të mbanë dhe ka atë shien që të zëndëson edhe bukën. Përveç se prasaj mund të jetë në një tryezë me gatimet të tjera, peshku, mishi... është për festat, për vitin e ri, si që kemi në salcën tonë që quhet dzam, që është shumë e mirë, si që kemi liptaun, derisa zhurma të filloj dhe të ëmbëltohet, pra kjo si një koll e thatë. Shkon vaj. Ose i shtoj pastaj gradualisht për ta lehtësuar. Tani besoj është gati. Është gati. Është gati. E servirim këtu tek tasi. Pra, jo më kotë. Shikoni si është. Pra, derisa ajo kolla e thatë të zbutet. Ja dhe një luk. Pa tjetër që e provojmë. Për kripën, aromën, hudhrën, majdanozin do të jashtojmë të freskët, besoj në fund fare. Japi një përzierje, dhe kjo përzierje, që si është? Nuk ndalem këtu, të bëjtë pjesën tjetër të vogël, që mua më ka ngelur. E te ka ju në base nëse ka në një copë të pa tretur aty, e marim dhe e bashkojmë se grishtja nuk ka shumë rëndes tani. Dihet që do të kalon disa herë në pajisje. Ajo është pajisje me dorë që është në mënyrë manuale lëvizja, kurse kjo është, ja kaq pjesë, edhe një herë tjetër, duke e ndihmuar me pak vaj, po vaj dhe uthulla janë gjithmonë ato çfarë e ndihmojnë. Mos pretendoni që ju do keni një pjatë të madhe me këtë lloj pureje, salce. Që është shoqëruese. Ja. Po, erë pas ere bëjmë këtë pauzën që të bjerë masa dhe gati për ta servirur. Majdanozi në fund dhe... Majdanoz. Kjo salcë pra, në kuzhinën greke që e skordalja, që shoqërojnë peshkun apo mishin, apo gatime të tjera, dhe se jo tani edhe një fet buk, brusket. Dhe brusket, po. Shojmë dhe njerë përbërësit e salcës skordalja, me patate, me hudhra dhe me majdanoz.
4 patate të zjera, ju heqim lëkurën, kemi 4-5 thelpinj hudhër, në varësi të shijes tuaj se sa të fortë e doni shijen dhe aromën e hudhrës, gjysmë gote vaj ulliri, 2 lugë gjelle uthull të bardh ose lëng limoni. Mund t'i përdorni dhe të dyja? Përdorin të dyja dhe uthullin? Të dyja. Gjysmat e masave. Po. Dhe kripën sipas shijes për të rregulluar atë, po ashtu majdanozin për ta freskuar. Atëre, edhe një përzierje. Receta është gati. Pres këto rolet, byreçkat, që të marrin dhe pak ngjyrë që ti më pas ti shërbetosim ato. Ikën kollaj nga grishësja se ka ngjyrë. Se ka vajnë. Se është një masë që është e rrjedhshme. Me çfarë shkon në pije? Gjëja e parë që shkon Me birrë. Shkon me uzon. Me uzon greke. Sepse është ja. Kjo që është tipike e Greqisë. Një përzierje të mirë. Që të shkojmë majdanozi gjithandej. Dhe përgatiteni është shumë e thjeshtë, nuk ka shumë kosto produktesh. Sepse kam. Bëhet kollaj. Dhe sa herë të keni gatime të tilla peshku apo mishi, apo edhe pse jo për qef mund ta përgatisni të tillë. Shkon mendja, mund të konsumuar është si një mas, shife, është një mas polente dhe polente sikur i kemi shtuar djath mozzarella. Po, mund t'i shtojmë edhe një djath nëse e duam. Kjo është që marr një pjatë që ta djath të bardhë, nëse do ta shoqëroni kështu siç është salcën me bukë të thekur. Ose pastaj për gatimet që ju përmendëm. Pra mos harroni që është një salcë e velshme. Kjo ishte pra salca greke me patate.